Kur një udhëheqës shkruan se Tër ishte zoti i historisë. Statusi që nuk tingëllon si deklarat shtetari, por si spektakël i erët i egos, frikës dhe fantazisë së shkatërimit. Ka statuse që informojnë. Ka statuse që paralajmërojnë. Dhe ka statuse që zbulojnë diçka shumë më të rëndë, mënyrën se si një njeri e sheh botën, jetën njerëzore dhe veten e tij përballë historisë. Teksti i publikuar i atribuar Donald Trumpit nuk tingëllon si fjala e një burri shteti që ka peshën e përgjegjësisë mbi supe. Ai tingëllon si zëri i një njeriu që e sheh tragjedinë si skenë, qytetërimet si gur shahu dhe historinë si pasqyrë të egos së vet kur në një status përmenden njëherësh vdekja e një qytetërimi, regjime Change, momenti më i rëndësishëm në historinë e botës, dhe kjo bëhet me një ton pothuaj teatral. Problemi nuk është më vetëm politik. Problemi bëhet moral. Një udhëheqës serioz nuk flet për fatin e popujve si të ishte narrator i një apokalipsi. Nuk e përdor mundësinë e një katastrofe si mjet për të rritur dramën e vet publike. Nuk e kthen anktin global në dekor personal. Kjo është ajo që e bën këtë status të rëndë, jo vetëm përmbajtja, por mënyra. Sepse mënyra me të cilën flitet për luftën, për përmbysjen e regjimeve, për fundin e një rendi, tregon shumë për raportin që autori ka me pushtetin dhe me jetën njerëzore. Fraza si një qytetërim i tërë do të vdes sonte nuk janë gjuhë e maturisë diplomatike. Janë gjuhë tronditjeje. Janë ndërtuar për të prodhuar frikë, pezullim, ndjesinë se po ndodh diçka biblike dhe se ai që shkruan po qëndron mbi të gjithë si një lloj lexuesi i fatit. Kjo nuk është përgjegjësi shtetërore. Kjo është retorikë e fryrë nga madhështia e vetes. Më cinike bëhet kur autori thot në thelb se nuk e dëshiron katastrofën, por ndoshta do të ndodhë gjithsesi. Kjo është forma më e ftohtë e larjes së duarve, e emërton tragjedinë, e vendos mbi tavolinë, e bën pjesë të skenarit, por njëkohësisht përpiqet të ruajë distancën morale prej saj. Si të thuash, unë po e shpall, po e normalizoj, po e kthej në pritje publike, por nuk dua të mbaj të gjithë barën etike të asaj që po them. Kjo nuk është gjuhë lideri. Është gjuhë manipulimi. Edhe më e rrezikshme është fantazia e ndryshimit total të regjimit si zgjidhje e shpejtë, e bukur, gati shpëtimtare. Historia moderne është plot me prova se regjime Change i servirur si ilaç ka prodhuar shumë herë helm, shkatërim institucional, vakum pushteti, luftë civile, radikalizëm, migracion masiv, shtete të rënuara dhe popull të mbetur peng mes kaosit dhe ndërhyrjeve. Vetëm politikanë të derur nga forca ose të varfër në kujtesë historike flasin ende për rrëzime regjimesh si të ishin operacione kirurgjikale pa pasoja. Dhe pikërisht këtu statusi bëhet një dokument i qartë i sëmundjes së pushtetit, jo në kuptimin klinik, por në kuptimin politik. Nuk kemi nevojë të shpikim diagnoza mjekësore. Mjafton të lexojmë tekstin. Mjafton të shohim si ndërtohet figura e autorit brenda tij. Ai nuk del si negociator, as si njeri që kërkon shtigje daljeje, as si udhëheqës që peshon fjalët. Ai del si personazh që dëshiron të duket më i madh se vetë ngjarja. Më i madh se vetë historia. Më i madh se vetë katastrofa për të cilën flet. Ky është thelbi i problemit. Kur një njeri me ndikim global nuk flet më për politikën si art i përgjegjësisë, por si skenë e madhështisë personale, bota ka të drejtë të shqetësohet. Sepse atëherë lufta nuk shihet më si dështim tragjik i njerëzimit. Ajo shihet si moment prove për egon e liderit. Dhe kur egoja hyn në qendër të vendimmarrjes, jeta njerëzore del prej saj. Statusi në fjalë nuk dëshmon domosdoshmërisht sëmundje mendore. Këtë nuk e thot askush serioz vetëm nga një postim. Por ai dëshmon diçka tjetër që është po aq e rëndë, dëshmon një mendësi politike të mbushur me narcizëm retorik, me ndjesi mesianike të vetes, me mungesë empatie dhe me prirjen për ta kthyer frikën globale në kapital personal. Dhe kjo është një nga format më të rrezikshme të degradimit të leadershipit. Një burr shteti mat fjalën sepse e di se fjala e tij peshon mbi miliona njerëz. Një njeri i derur nga pushteti e hedh fjalën si shkëndim mbi barutin e botës. Ky status i ngjan më shumë të dytit. Dhe kjo është arsye e mjaftueshme për alarm.